Kështu që hiqeni Ramadurën se më shtoni durimin. Më shtoni durimin. Mua më ka rada kaq herë më ka rada, sa dhe ata 5.000 veta që ju vinin, janë bërë tani si lekte vjetra. Por ju fituat e për arsye tjetër. Ndalët pushtimin e Shqipërisë nga palestinezët. Se denoncuat një komplot në kurriz popullit shqiptar, që bashkë me 1 miliard që do merja unë nga taksat për të shkuar atje, se ju kujtoni se Amerika blihet, si që doni ta bleni ju me ato miliona tuaja që ja u japin patriotët. Janë ca patriot atje që shesin hamburger dhe paguajnë që juve të shplani atë që nuk shplahet dot. Faljush, palestinezët nuk do vinë. Nuk do vinë nga Gaza në Shqipëri, po ju duhet ta çonin spak projektin e kampusit Universitetit Durrësit, se e di si than apo jo. Po bëhet kampusi Universitetit Durrësit për cilët palestinezët. Një kokë e madhe nga radhët tuaja tha 2 milion palestinez do vendoseshin te kampusi Universitetit Aleksandër Mojsiu. Se luli iku, po 7 mbeti. Aritmetika, edhe kur bëni llogaritë e eksporteve, ajo është. Tani, qojni spakut dhe kërkojni me një urgjent atyre që paguajnë në Amerikë. Ora i Latifi, si është Latifi më? Latif magjistarin, ku e keni aman? Mos e lëshoni atë se ai ja u merr humbjen fitimtare dhe me magjia u bën më të thellë. Dhe thuajini Latifit direkt gjithë të denoncimet t'ja qohet i kongresmenit, se e kanë në gjepat kongresmenin që i merr nga ju dhe deli lexon atje që Kongresi Amerikan do merri me akshin. Qohen Latifit ashti edhe thuajni të dali ta këndoj e kongresmeni dhe pastaj ta merrni ju këtu dhe thoni Kongresi Amerikan. Ai kongresmeni dhe Kongresi Amerikan kanë po aq lidhje sa që kishin amendamentet e Nard Nokës me projekt ligjit e Partisë Socialiste. E kuptoni ju? Tani ka dhe gjë tjetër. Mos e lini pas dorat punën non gratës për mua. Në asnjë mënyrë se siç ju kanë dalë të tëra fjalët, do ju dali dhe fjala për non gratën. Por e tha sot dikush, Edi Rama po mbledh parlamentin se ka ngërç. Ngërçi në fakt është se për parlamentin e Shqipërisë ka vetëm një kuotë për non gratë. Dhe ajo është e zënë. Dhe është e zënë me merit. Ai që e ka marrë non gratën e ka merituar në mënyrën më bitse. Dhe kishte drejt Sara ku tha, kur të vjezor ty tha që të më vizor mu. Po, ju e do i dali fjala që non grata do hiqet në mars të 2025-ës. Dhe pavarësisht se është 2026-a, juve vazhdoni fort se në mars 2025 do ta hiqni. Puna është që 2 fjalët janë mbivendosur. Keni mbivendos fjalët, keni thënë do hiqet dhe do vihet. Ajo po su hoq nuk vihet se është një kuotë. Dhe vallai ai që e ka marrë atë kuotë, ai është i paarritshëm në të gjitha poshtërsitë, likësitë, pabesit që i ka bërë popullit shqiptar dhe fikat mbas shpine që i kanë ngulur të gjitha aleancat e strategjike të Shqipërisë, kështu që zor shumë se lëviz ajo kuotë. Tani në mbyllje dua t'ju informoj se të hënën e marshme do të kemi tjetër ndërë të jashtëzakonshëm, do i drejtohem Knesetit, Parlamentit Izraelit, si kryeministri i Shqipërisë, po pa lejen e këtyre, kuptohet, në të njëjtin format që ju rezervua para disa kohësh Presidenti i Shtetit Bashkuara, si dhe një numri tejet kufizuar udhëheqësish të huaj në historinë e atij parlamenti, emrat e cilëve mund gjenden lehtësisht, por jap një përmas krejt posaçme privilegjit që më është bërë mua
dhe kësaj shumice qeverisëse që mbështetet nga shumica dërmuese e shqiptarëve, por edhe vetë Shqipërisë, për të folur në atë kuvend. Por duke qenë se në këtë rast lista është vërtet e shkurtër dhe kundërshtarët e bordit sapo e përfunduan numërimin me shumë pasion të ftuarve në bord, jo janë gjithë vendet, jo s'është ky, është ai, a thua se numrat flasin në gjë të madhe për një vend si yni, duke u përpjekur të thonë shqiptarëve se prania në bordin e paqes ishte diçka mekanike, automatike, pa asnjë lidhje me vlerat, me rolin, me reputacionin ndërkombëtar të Shqipërisë, se me mua s'bëhet fjalë, dua të nënvizoj se për Shqipërinë, për mua dhe për ne, konsiderohet nder çdo ftesë që nuk u bëhet të gjitha shtetet të botës. Sepse ne nuk jemi as kërthiza e botës, as në një vend me një fuqi spikatur ekonomike ose ushtarake, po jemi një vend tejet i vogël që u vetë zhduk nga harta e Europës për 50 vjet, duke mbyllur derën me çelës nga brenda, pastaj kur hapi derën e lidhjes me botën, u keqtrajtua nga brenda dhe nga jashtë për vite të tëra, duke tregur zvarr sa në rënoja piramidash e sa në për groba borxhesh, sa në për duart e atyre që e keq qeverisën, e sa në për pasqyrat ndërkombëtare të atyre që u hidhin në kurriz Shqipërisë dhe shqiptarëve plot gurt pa merituar, një vend që askush përveç meje dhe një grushti njerëzish që besuan kur gjithë Partia Socialiste thoshte ky është një çmendur, mos i shkoni nga mbrapa, as nuk e ka imagjinuar dot se do të ngjitej këtu ku është ngjitur sot, me punën, vendosmërinë dhe përkushtimin e jashtëzakonshëm të një dekade që ka përmbysur historinë e mbrapsht të Shqipërisë. Doni ju apo doni ju? Dhe ju na duheni këtu, sepse ju jeni këtu për të kujtuar shqiptarëve atë ishullin e turpit, ndërsa ne jemi këtu për të ngjirur shqiptarët në atë majën e shumë ndërruar të Shqipërisë 2030. Dhe atyre që na besojnë, po dhe atyre që hezitojnë na besojnë, unë i them vetëm kaq, keni besim dhe jeni të bindur se ne do të ngjitemi për aty ku jemi nisur, duke u rritur ekonomikisht, duke u forcuar shtetërisht dhe duke u vlerësuar ende më shumë akoma ndërkombëtarisht. Dhe mos e harroni kurrë, sa më shumë lejnë qend, aq më përpara ka shkuar karvani dhe aq më e madhe është bërë distanca mes karvanit dhe qendve. Faleminderit, zoti Rama. Fjalën e ka zoti Gazmend Bardhi.